Marrin fund dilemat për të ardhmen e Ernest Muçit. Ashtu siç ishte caktuar me skribeve, me datën 20 maj, ka marrë fund telenovela rreth futbollistit, pasi Beşiktashi ka bërë të ditur që klubi i Trabzonspor ka ushtruar të drejtën e blerjes së kartonit të sulmuesit shqiptar. Lidhur me transferimin përfundimtar të futbollistit profesionist Ernest Muçi, e drejta e opsionit të blerjes, e përfshirë në marrëveshjen e huazimit, u aktivizua nga Trabzonspor. Sipas asaj, Trabzonspor do t'i paguaj klubit ton shumën prej 8.5 milion euro plus TVSH. Falenderojmë Ernest Muçin për kontributin e tij në klubin ton dhe ju urojmë suksese në karrierën e tij të ardhshme, shkruaj në njoftimin e Beşiktaşit. Ernest Muçi, Trabzonspor. Një martesë do të vazhdojë përtej huazimit një vjeçar, pasi klubi nga Trabzoni vendosi të aktivizojë klauzolën e blerjes së tij për një shumë totale prej 9.5 milion eurosh. Nga kjo shitje e sulmuesit kombëtares, Beşiktaşi duket se ka arritur dhe një tjetër rekord, pasi largimi i shqiptarit shënon biznesin e 5 më fitimplurës në historinë e tyre. Në krye qëndron Cenk Tosun, i cili u shit nga Shqiponjat e Stambollit për shifrën e 22.5 milion eurove, ndjekur nga ish sulmuesi i Romës dhe Milanit, Temi Abraham, me 21 milion euro, Getson Fernandes me 20.78 milion dhe Dembaba me 13 milion. Muçi ka gjetur rrugën e rrjetës plot 16 herë këtë sezon, ndërsa ka asistuar 8 të tjerë në 34 ndeshje të luajtura. Kohët e fundit, qyteti i Trabzonit ka marrë tjetër rëndësi, jo vetëm në sytë e popullit turk, por edhe më gjerë. Një rol shumë të rëndësishëm, sipas mediumit 61 Vakit, ka sulmuesi i Shqipërisë Ernest Muçi, i cili luan aktualisht te ekipi i Trabzonspor, e ku po i habit të gjithë me klasin e lartë dhe golat e çmendur. Emri tjetër vjen nga fusha e kinematografisë. Fjala është për aktoren Ava Yaman. Ajo është vetëm 20 vjeçe, ndërsa në serialin televiziv Tasaçak Budeniz, ky det do të vëshoj, përmes skenave prekse të kapura në rrugët e Trabzonit, ka vënë një promovim të fortë kulturor të qytetit. Muçi në fushën e blertë dhe Ava Yaman në aktrim janë kthyer në aset për qytetin e Trabzonit. Ernest Muçi tashmë e di se ku do të vazhdojë ardhmja e tij. Sulmuesi i kombëtares shqiptare do të vazhdojë të luajë me ekipin e Trabzonspor, pasi media turke bëjnë të ditur se klubi i tij ka ushtruar të drejtën e blerjes së kartonit të futbollistit nga Beşiktashi, që e kishte dhënë në huazim. Trabzonspori kishte kohë deri më 20 maj për të vendosur, por ka përshpejtuar gjithçka, duke arritur në përfundimin se Muçi është një futbollist i cili nevojitet me do e mos për të arritur objektiva të rëndësishëm. Kësaj, ka planuar që të paguaj 8.5 milion euro në 5 këste që kërkonte Beşiktashi për futbollistin, duke i njoftuar zyrtarisht. Në këtë mënyrë, duke shtuar edhe shifrën prej 1 milion eurosh që Trabzonspor ka paguar për huazimin e Muçit, ai bëhet futbollisti më i shtrenjtë që ka blerë ndonjëherë ky klub në historinë e tij, duke vendosur një rekord të ri për të. Muçi do të përfitojë një pagë rekord, pikërisht 3.5 milion euro. Kontrata ndërkohë vlen deri në vitin 2029. Me sfushori me tipare sulmuese, do të bëhet kështu më i paguari i kombëtares shqiptare. 25 vjeçari ka shkëlqyer në këtë edicion si i huazuar, madje duke u bërë lojtari që po e shtyn Trabzoni drejt fitimit të Kupës së Turqisë. Me 15 gola të shënuar dhe 9 të tjerë të asistuar në 34 paraqitje, Muçi kaloi çdo pritshmëri. Besimi kryesor tek ai është pikërisht nga trajneri Fatih Teke. Me 9.5 milion euro të shpenzuara për to në total, pasi 1 milion kustoi huazimi, Muçi bëhet edhe investimi më i shtrenjtë tek Trabzonspori. Kështu edhe shkruan historinë me klubin turk.